tendencë tjetër aty për të qenë në finale ose Tash fituesi dihet që është Stenaldo, patjetër. Stenaldo është, po ja pra të ta them unë. E parë, Stenaldo vetë si personazh është super personazh. Po. Është një njerëz që është analitik, është një njerëz që që studion çdo lloj gjëje dhe ta mendosh është i verbër. Ka një lloj elekuence të papar, ditë të zbërthej çdo lloj situate brenda pavarësisht se nuk shef, po vetëm dëgjon dhe Stenaldo unë e kam parë se jam bërë shumë kurioz, u futa në tërë historikun e Big Brother. Është i vetmi njeri i verbër, konkurrent i verbër që ka hyrë në Big Brother në të tërë botën dhe patjetër që do bëjë risi dhe se është edhe ai vetë personazh, tash që themi të drejtën dhe unë mendoj që ai patjetër që ka për ta fituar, unë nuk kam gabuar kur në parashikimet e mia të fituesit.